Disa persona janë sëmurur pasi hapën një paketë të dyshimt të dorëzuar në bazën e operacioneve për Air Force One. Një zëdhënës i bazës së përbashkët Andrews në Maryland, pranë kryeqytetit amerikan, Washington DC, tha se ndërtesa ku hap paketa u evakua dhe ata që u sëmurën tashmë janë në një gjendje të qëndrueshme. Paketa përmbante një pluhur të bardhë të pa-identifikuar, raporton CNN, duke cituar burime të pa-identifikuara që morën pjesë në një hetim. Baza ajrore strehon aeroplanin presidencial amerikan dhe mjetin e tij mbështetës, dhe është vendi ku presidenti zakonisht niset në udhëtime. Zëdhënësi JBA tha se ndërtesa në të cilën u hap paketa dhe një ndërtesë lidhëse u evakuan si mas paraprake dhe një kordon u krijuar rreth zonës. Ata shtuan. Ekipet e ndihmës së parë u dërguan në vendngjarje, përcaktuan se nuk kishte kërcënime të menjëhershme dhe operacionet normale kanë rinisur. Një hetim është duke vazhduar aktualisht. Testet fillestare nuk zbuluan asgjë të rrezikshme, sipas CNN. Nuk është e qartë shkalla ose natyra e sëmundjes që pësuan ata që ishin pranë pakos kur u hap.